Mirëmëngjesi gjithëve, motra vëllezër. Mirëmëngjesi. Një të diel të bekuar uroj për të gjithë e për ne që jemi këtu dhe për të tjerë motra vëllezër, të dashurit tanë që na ndjekin nga interneti, kur do të ngrihet regjistrimi online dhe të mund ta shikojnë të gjithë. Si jemi në këtë mëngjes? Lavdi Zot. Gëzojmë. E falenderoj shumë Perëndin që na jep mundësi, mua adhurimi sot më preku, më foli, madje Zoti ecën përpara dhe shumë nga ato gjëra që kisha në zemër dhe që Perëndia më vendosi në zemër, ne i këndua. Ne i shpallëm përpara Perëndis, mbyllëm syt, ngritëm duart dhe i thamë Zot, këto janë edhe për mua. Nuk e di sa shpesh, a nuk e di nëse të ka ndodhur të qëndrosh përpara Perëndis në heshtje, duke mos gjetur dot fjalët, dhe të vetmet fjalë që mundet të gjeje, t'i thoje, ishin Zot, nuk jam mirë. Dhe diku aty heshtje sërisht. Nuk e di sa për jush keni dalë përpara Perëndis me këtë fjali kaq të shkurtër, Zot, nuk jam mirë. Duke ditur, duke pritur dhe duke pasur besimin në zemër se kur ti del përpara Perëndis dhe i thua nuk jam mirë, ai që ta njeh zemrën, ai që i di situatat, ai di kushtet përreth teje, ai kupton më tepër nga ato që ti thua. Ai kupton më tepër nga heshtja jote. Nuk jam mirë, shpeshherë ka të bëjë me situatat që të rrethojnë. Ngjarje, humbje, një i dashur i yt largohet nga jeta, në situata që ti si kontrollon dot. Situata që ti nuk mundesh dot të ndërhysh tek ato. Dhe qëndron përpara Perëndis dhe thua Zot, kjo nuk më bën të ndihem mirë. Ndoshta janë për shkak të zgjedhjeve që ti ke bërë deri në atë moment. Zot, nuk di. Nuk di të zgjedh, nuk di të mos gaboj. Dhe kjo më bën Zot të mos jem mirë. Ngacmon frymën time, ngacmon zemrën time, ngacmon besimin tim. Në dobësinë time zgjedh të gaboj. Në dobësinë time zgjedh të endem. E ti i thua Zotit, Zot, nuk jam mirë. Shpeshherë nga ngathtësi frymore, jo vigjilente. Atëherë kur djalli gjen shtegun, e gjen vrymën dhe hyn në jetën tënde. Ndoshta e lejon sërish, ndoshta nuk isha vigjilent. Dhe trondit zemrën tënde, trondit jetën tënde, trondit atë që ti e quajej jam mirë. Dhe vjen dhe të sjell në zemrën tënde dyshimin dhe e mbush zemrën tënde me frikë. Dhe ti del përpara Perëndis dhe i thua Zot, kush jam për ty? Jam ai të cilin ti e do, jam ai të cilin ti e ke veçuar, jam ai që isha dje? Mos vall mëkati im, rënja ime, mos vall mungesa e shkathtësisë frymore dhe e vigjilencës, më bën Zot të mos jem më i privilegjuar i yt. Të mos jem më i bekuar ju, të mos jem më ai person të cilin ti e ke shkruar e ke gdhëndur në pëllëmët e tua. Shpeshherë ndodhin situata për të cilat ti nuk je i qartë. Mungon zëri i Zotit. Vështirësohesh të kuptosh çfarë je duke bërë tani, çfarë duhet të bësh tani. Shpeshherë shtrëngimet që ndjen ti pyet veten,
A janë këto një sulm i djallit, i armikut të shpirtit tim? Apo mos vallë Perëndia do diçka të më thotë dhe unë s'mundem ta kuptoj dot? Apo mos vallë këto që jam duke jetuar janë përfundimi i zgjedhjeve të mia? Jeni gjendur në një situatë të tillë? Nga që jam gjendur në një situatë të tillë. Edhe nga që pash në Bibël se të tjerë janë gjendur në një situatë të tillë, do doja ta shikonim së bashku. Dhe atë që i kërkova Zotit është më ndihmonte. Çfarë mund të bëj Zot në një situatë të tillë? Çfarë mund të bëj atëherë kur të vetme një gjë që mund të them, Zot, nuk jam mirë. Dhe kjo është lutje. Dhe kjo është pranim përpara Perëndis. Është kur ti ndihesh i pafuqishëm. Kur ti nuk ke dritë. Sot këngët, nëse i vut veshin, flisnin për kohë e errësire, ku Zoti mund të bëhet dritë. E jani, nëse të keni Biblat, nëse dëshironi mund të ndihni bashkë me mua, do të lexojmë Psalmin 55. E gjej Davidi në një situatë të ngjashme me timen, edhe ndoshta të ngjashme me të tënden. E gjej Davidin diku më njan, skeptik, analizon gjërat që po i ndodhin përreth, nuk kupton shumë gjëra, por bën diçka të vyer, diçka të duhur, në cilën Perëndia na thret edhe ne sot. E jetë të lexojmë së bashku. Psalmi 55, për ata që duan të ndjekin. O Perëndi, vëri veshin lutjes time dhe ki parasysh kërkesën time. Dëgjo kërkesën time dhe përgjigj mu. Ankohem vazhdimisht dhe rënkoj. Për zërin e armikut, për shtypjen e të pabesit, sepse më bien mbi kurriz disa fatkeqësi dhe në zëmërimin e tyre më ndjekin këmba këmbës. Zemra ime është e shqetësuar në trupin tim dhe tmerre shkaktojnë vdekjen ka rënë mbi mua. Frika dhe të drithma më kanë sulmuar dhe tmerri më kanë poshtur. Prandaj kam thënë, si kur të kisha krah si një plumb, do të fluturoja larg për të gjetur prehje. Ja, do të ikja larg dhe do të qëndroja në shkretëtir. Do të shpejtoja për të gjetur një streh nga era e fuqishme dhe nga fortuna. Shkatërroj o Zot, ngatërroj gjuhët e tyre, sepse kam parë dhunë dhe kacafytje në qytet. Ditën dhe natën sillen mbi muret e tij, brenda tij sundon e keqja dhe çoroditja. Në mes tij është lakmia, shtypja dhe gënjeshtra janë të zakonshme në rrugët e tij, sepse nuk ka qenë një armiku im që tallej me mua, përndryshe do ta kisha duruar. Nuk ka qenë një që më urrente, ai që u ngrit kundër meje, ndryshe do të isha fshehur atij. Por ke qenë ti, një njeri si unë, shoku im dhe miku im i ngushtë. Bënim bashk biseda të këndshme dhe shkonim bashk në shtëpinë e Perëndis. I zënë të befas vdekja, ulshin të gjallë në Sheol, sepse në banesat e tyre dhe në mes të tyre nuk ka veç se ligësi. Sa për mua, do t'i kërkoj ndihmë Perëndis. Dhe Zoti do të më shpëtoj. Në mbrëmje, në mëngjes dhe në mesditë do të ankohem dhe do të rënkoj. Dhe ai do ta dëgjoj zërin tim. Ai do ta shpengoj jetën time dhe do ta siguroj nga lufta që bëhet kundër meje, sepse janë të shumt ata që janë ngritur kundër meje. Perëndia, në greqisht e thot këtë, që ekziston përpara shekujve, do të më dëgjoj dhe ka për t'i poshtëruar ai që ulet si sovran, gjithnjë, sepse ata nuk ndryshojnë dhe nuk kanë frikë nga Perëndia. Ai ka shtrirë duart kundër tyre që jetonin në paqe me të. Ka shkelur beslidhjen e tij. Goja e tij është më e ëmbël se gjalpi, por në zemër ai kishte luftën. Fjalët e tij ishin më të buta se vaji, por ishin shpata të zhveshura. Hidh mbi Zotin barrën tënde dhe ai do ta mbaj. Ai nuk do të lejoj kurrë që i drejti të lëkundet. Por ti o Perëndi do t'i zbresësh këta në pusin e humbjes, njerëzit gjakatar dhe hileqar nuk do të arrijnë në gjysmën e ditëve të tyre, por unë
do të kem besim tek ti. Le të lutemi dhe të vim përpara Perëndis, që ai të na përgatit zemrat. Zemra ime ka nevojë për përgatitje, Zot. Dal përpara teje si psalmisti. Dal përpara teje dhe njësohen me vëllezërit dhe motrat e mia. Kam nevojë ndërhyrjen tënde. Jo që të flas sot, që të marrësh dobësitë e shpirtit tim, që të më shpjegosh fjalën tënde, që të më udhëheqësh në zgjidhjet që ti, Zot, ofron në fjalën tënde. Faleminderit se je i gjallë, o Zot. Faleminderit Perëndi se gjithçka mund të ndodh përreth, po ti je këtu, je i gjallë, je i vërtet. Na ndihmo të marrim nga fjala jote atë që ke përgatitur sot për ne. Le të flas fryma e shenjtë në emër të Krishtit. Amin. Nëse gjykoj pak nga shikimet tuaja dhe nga kokat që lëviznin me pohim, mendoj se edhe të tjerë dhe jo vetëm unë jemi gjendur në një situatë të tillë, kur i tham Perëndis, nuk jam mirë. Ndoshta dikush të ka ardhur afër, të ka kërkuar një ndihmë, ndoshta dikush të ka kërkuar të bashkohesh në një shërbes, e kam dëgjuar, kam qenë prezent, ndoshta kam qenë unë ai, i ke thënë nuk mundem tani, nuk jam mirë. Dhe ke kërkuar në këtë formë lutje dhe ke kërkuar në këtë formë që kisha të marr pjesë në dobësinë tënde. Të mos jesh mirë është një gjë që ndodh. Të mos bëhesh mirë, Perëndia këtë nuk e do. Sepse Perëndia është Perëndi i shërimit. Dhe Perëndia është Perëndi i përjetësisë. Si thot, nuk do të lejoj drejtit të lëkundet, sepse Perëndia është lidhur me besë për një nga më të vejlit që janë këtu brenda. Për një nga më të parët, më të vejlit në besim, të sapo ardhurit. Edhe këdo tjetër, për të cilin Krishti ka derdhur gjakun e tij. Ndërsa qëndroja përpara Perëndis dhe i thosha vazhdimisht, Zot, nuk jam mirë. Çfarë mund të bësh për mua? Si do të mundesh të më ndihmosh në një situatë të tillë? Te Perëndia më tha diçka. Atëherë kur ti nuk ndihesh mirë, je i sinqert se në zemrën tënde atë gjë që kërkon të bësh është të zhdukesh nga faqja e dheut? Të ka ndodhur? Atëherë kur ti i thua, Zot, nuk jam mirë, ti nuk do të shikosh Perëndin, ti nuk do të shikosh vëllezërit e tu, ti nuk do të shkelësh në kishën me Perëndis, ti do të ikësh dhe nga grupet e Viberit, po është e mundur të ikësh. Të ka ndodhur kjo gjë? Atëherë gjë e parë që Perëndia më tha është, mos u largo nga Perëndia. Jo bëhu mirë, jo çan këto gjëra që thua, hajde në vete tani dhe shko dhe bridh dhe mba pozicionin tënd në kishë, jo, vetëm kaq. Tendenca e zemrës është të largohesh, të ikësh nga kudo. Nuk do të shikosh sepse të gjithë të duket se të kontrollojnë, të gjithë ndoshta do të pyesin, "Ua, nuk je mirë? Ti? Si ka mundsi? Si ka mundsi ti të mos jesh mirë? Nuk lejohet kjo gjë. Ti duhet të jesh gjithmonë mirë, sepse ne prej teje presim, sepse ne prej teje marrim dhe duhet dhe ti do të jesh të ikësh, sepse mendon se të gjithë përreth teje janë më të mirë se ty. E kanë gjetur rrugën me Zotin e tyre dhe ti i vetmi që nuk je mirë. Dhe Perëndia thot diçka. Ato tendencë që ndjen në zemrën tënde të largohesh, të ikësh, të humbasesh, askush të mos shikoj, as Perëndia vetë mos jes syt mbi ty, sepse thjesht ti nuk je mirë. Perëndia thot, mos u largo prej meje. Sepse shpresa e zemrës tënde, sepse mundësia e ngritjes tënde, sepse zgjidhja e kësaj situate nuk mund të jetë dot larg Perëndis. Dhe të qenit pranë Perëndis, do të thotë, mbaje fjalën e Zotit afër. Sepse ndonjëherë themi mirë, si qëndroj unë përpara Perëndis, si ti qëndroj afër ti. Mbaje fjalën e Zotit për briteje. Mbani mend kur ndonjëherë themi duke guxuar të mësojmë njëri tjetrin, themi nuk do lexojmë fjalën e Perëndis kur jemi mirë, sepse është pikërisht ilaçi i zemrës kur nuk je mirë.
Atëherë kur ti nuk di, kur errësira është mbledhur mbi kokë dhe ti thua është vrentur shumë për rreth meje, unë nuk e di çfarë të bëj, atëherë Perëndia thot, mba fjalën afër teje. Aty tek fjala e Perëndis, ti do kesh mundësi, edhe unë bashkë me ty, të rikujtoj premtimet e Zotit tim. Dëgjoni, ne bijem dakord të gjithë. A është Perëndia i njëanshëm? A mban anën e dikujt? A ka të favorizuarit e tij kurse të gjithë të tjerët nuk kanë rëndësi për të? Është e vërtet kjo? Dua të dëgjoj përgjigjet tuaja. A është e vërtet se Perëndia është favorizues, mban disa afër kurse të tjerët nuk interesohet? Është kjo e vërtet? Kjo nuk është e vërtet. Dhe ne këtë e dim edhe kur nuk jemi mirë. Kjo do të thotë se sytë e Perëndis nuk hiqen prej meje sepse nuk jam mirë. Por bien mbi ne, bien mbi ne atëherë kur ne kemi nevojë prezencën e Perëndis. Edhe pikërisht atëherë zemra ime ka nevojë të dëgjoj nga Perëndia. Edhe sikur nëna dhe baba të braktisin. Edhe sikur të ketë një prind që e braktis fëmijën e tij, unë premtoj se unë nuk do të braktis. Edhe sikur gjithë bota të kthehet kundër teje, unë të premtoj se unë do të jem me ty deri në fund. Atëherë kur nuk je mirë, ke nevojë të kujtosh premtimet e Perëndis. Atëherë kur ti thua Zot nuk jam mirë, nuk kam oreks të bëj asgjë, të lutem kujdesu për zemrën tënde, të lejosh frymën e Perëndis, jo të ngrej, jo të bëj mirë, sepse nuk je gati, je kundërshtues, je mohues, nuk jam gati, nuk dua Zot asgjë, dua të ri vetëm. Kjo të ndenjurit vetëm është një kurth, është një lehtësim që t'ja bënim djallit, do të na punonte shumë kollaj vetëm. Kujto premtimet e Perëndis, lexo në fjalën e Perëndis premtimet e tij. Me zor, ma falni që e bëj këtë, nuk e oreks, por ulu dhe thuaj, unë dua dhe lexoj atë që ti ke premtuar. Lexo në fjalën e tij për dashurinë që Perëndia ka treguar për ty, dashurinë që ka treguar për mua, kur unë ulem të lexoj. Atë dashuri që ne falenderojmë çdo mëngjes dhe çdo mbasdite dhe çdo moment, kur ti nuk je mirë, është momenti të marrësh ilaçin e shpirtit. Zot, sa më do ti mua. Do me thënë, Krishti vdiq në vendin tim për mua që nuk jam mirë, edhe tani Zot më do. Ke nevojë atëherë kur ti nuk je mirë, kur të vetmet gjëra në lutjen tënde janë Zot, nuk jam mirë, të kujtosh sa i vyr je në sytë e Perëndis. Sa shumë të deshi, sa shumë të do. Se ka lënë qiellin për ty dhe erdhi këtu në trajt njeriu. Erdhi të prek, erdhi të përqafoj, erdhi të jetoj, të di mëkatin tënd, ta di mëkatin tënd, ta di shtrëngimet e tua, ta di dështimin tënd, që të mos dështosh më, të vdes që të mos dështosh më. Ky Perëndi thot mos u largo prej meje bija ime. Atëherë kur nuk je mirë, mos zgjidh të largohesh, e di që tendenca e zemrës tënde është ti ikësh larg. Mos e bëj këtë. Psalmisti nuk e bën këtë. Ai thot atëherë kur ndihesha se po kërcënohesha, atëherë kur gjithë qyteti ishte kundra meje, atëherë kur shoku im i ngushtë, ai që të shkonin bashkë me të më tradhtoi dhe nuk e prisja nga ai, atëherë kur gjithçka shkoi keq në jetën time, atëherë unë i klitha Zotit dhe unë erdha tek Perëndia dhe i thash atij ankesën time dhe i thash atij rënkimin tim, i fola atij. Nuk gjeti një vend të skutur, të fshehtë, të humbur, të ri të qaj në dështimet e tij dhe në frikën e tij, por qëndroi përpara Perëndis. Afroju Perëndis. Jo thjesht mos u largo, jo thjesht mos ik larg, afroju Zotit. Mbani mend një shprehje shumë të nevojshme për shpirtin kur ndihesh i lodhur dhe i raskapitur. Perëndia thot, ejani tek unë.
E jani tek unë, ju që jeni të lodhur, ju që jeni të munduar, ju që në zemrën tënde keni peshë, ju që nuk ngrini dot kokën sepse kështu i keni bërë jetën tuaj, kështu e keni thurur jetën tuaj, atëherë kur ndihesh se nuk mundesh më, se nuk ja arrin dot më, se ndihesh gjithmonë se dështon në përpjekjet e tua, atëherë ai thot, eja tek mua, afrohu të lutem, afrohu, nëse e bën këtë, atëherë unë do të çlodh. Nëse ndihesh i dështuar, eja tek unë. Dhe unë do t'i jap shërimin, dhe unë do t'i jap çlodhjen. Nëse je diku, gjetk, nuk do të mundesh do të marrësh prej Perëndis. Eja ni tek unë, ju të gjithë të lodhur e të munduar është thirrja, eja edhe ti. Edhe unë kam nevojë të shkoj atje. Jo vetëm mos u largo nga Zoti, por shko tek Perëndia. Nuk do të gjykoj. Nuk është Perëndi i tillë, shikoj fjalën e Zotit, shikoj tani që ndoshta nuk je në këtë fazë. Shikoj, ai nuk do të gjykoj ty, nuk do të gjykoj pse nuk je mirë, nuk e ka shtrirë kur gishtin e tij për të treguar sa i vogël, i dobët, i pamjaftueshëm je. Gjithmonë dhe ky është realitet, ka qenë afër teje për të thënë ti je pak, por jam unë për ty. Ti je i dobët, je i vogël, por unë mund të ngrej ty. Ti mendon se dështon, por unë jam aty edhe në dështimet e tua. Kjo është dëshmia e Zotit tonë. Kjo është natyra e Zotit tonë. Eja ni tek unë, thot Perëndia. E diçka akoma. Prano korrigjimin e tij me sinqeritet. Është pikërisht ai moment që duhet të jesh i sinqert. Kur fryma e Perëndis tregon dhe thot arsyeja që ti nuk je mirë, është kjo. Arsyeja që ndihesh kështu është kjo. Shpeshherë kap veten time të thot, e kuptoj, por a e di ti si po jetoj unë? E kuptoj, po a e di ti çfarë më bëri ai? E di ti se si u ndjeva unë atë situatë? E di ti sa vështirë po kaloj unë? E di. Perëndia e di. E di kur përpiqesh ti të fshihesh, e di kur përpiqesh ti të justifikohesh, i di të gjitha këto. Fjala e Zotit ka një pjesë shumë të vogël që ne e përdorim për raste të tjera, por unë do ngelem te këto fillimet e këtyre vargjeve. Atëherë kur thot vete dikush përpara fjalës, si përpara një pasqyre. Shikon vratat e tij, shikon të nxirrat e tij, dhe kur largohet i harron dhe vazhdon jetën e tij. Ne e përdorim këtë shpeshherë të themi bëu bërës i fjalës dhe jo vetëm dëgjues, por mbaj në mend sot për hir të këtij shqetësimi që Perëndia vuri në zemrën time dhe jam duke e shfaqur përpara jush. Nëse ndërsa je përpara fjalës së Perëndis, të tregon Zoti, je i sinqert për dështimet e tua. Je i sinqert për mëkatin tënd, je i sinqert për arsyet që të sollen në këtë situatë, qëndro përpara Perëndis me pendes. Ose që ta bëjmë më të thjesht sot, qëndro përpara Perëndis duke e pranuar, duke e dëshmuar dhe ti, Zot ke të drejtë. Ke të drejtë, Zot. Pa justifikime, pa fshehje, pa mbajtje, pa përpjekje të shmangesh kontrollit të Zotit, të gjitha këto, sepse zgjodhe të mos i largohesh Perëndis. Psalmisti të thëret ty, më thiri mua në fillim, sepse jam këtu, pasi ndjeva këtë thirrje, hidhe mbi Zotin barrën tënde, dhe Zoti do ta mbaj. Vargu 22. Nuk e di, nuk e cakton, nuk e thot sa e madhe është, nuk e thot sa tragjike është, nuk e thot çfarë lloj barre është, çfarë është ajo që të mundon, çfarë është ajo që të e bën trupin tënd të qëndrojë poshtë. E mban zemrën tënde të qëndrojë poshtë. Çfarë është? A ka diçka që të mundon? Ka diçka që e bën zemrën tënde të mos fluturoj? Nëse po, sot sille barrën tënde tek Perëndia. Bëje këtë me lutje, është shumë e thjeshtë. Foli Zotit. Ndoshta situata që je duke kaluar, apo që kishe kaluar, apo një situatë që do vi më vonë, mendon se shumë serioze dhe lutja është pak. Çfarë do më bëj mua lutja? Jam gjendur në një fazë të tillë.
Të lutem, gjithmonë lutem. Qa mund të bëj lutja? Dëgjoni, do guxoj, jo t'ju mbush mendjen sot, por t'i mbush mendjen vetes time dhe t'i flas zemrës time me zërin që Perëndia më solli. Do doja thjesht të hapim tek Filipianët, kapitulli 4, vargjet 6 dhe 7. Shikoni çfarë thot. Në këtë përpjekje. Mos u shqetësoni për asgjë. Për çdo gjë, në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh, përgjerimesh, me falënderim. Gjithçka që ju shqetëson zemrën tënde. Gjithçka që ju ngarkon çdo bark që ke, sillja Perëndis. Kjo do ishte ajo që unë do thosha, por nuk është e mjaftueshme kjo. Unë Zotit i them, unë qaj përpara Perëndis, unë ankohem përpara Perëndis, unë rënkoj përpara Zotit, ashtu si psalmisti e tha. Por Perëndia shton edhe një varg akoma zemrës time. Jo një varg, por ajo që themi pikoni laç dhe shkoni çfarë thot. Tek vargu i mëpasshëm. Dhe paqja e Perëndis, që ja tejkalon çdo zgjuarsie, do ta ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Jezus Krishtin. Unë dy gjëra kuptoj te kjo, nuk e di ndoshta ju kuptoni dhe më tepër. E pare punës është se zemra ime kërcënohet dhe mendja ime kërcënohet atëherë kur unë them Zot, nuk jam mirë. Kërcënohet të mos qëndroj në Perëndin, kërcënohet të dështoj, kërcënohet të largohem, kërcënohet të humbas. Kërcënohet nga djalli, nga armiku i shpirtit tim. Dhe Perëndia do thotë se unë do të ruaj zemrën tënde me paqen time, do të vendos paqe brenda teje dhe ti do të mundet të jesh i fortifikuar, i mbrojtur. E diçka akoma, do të ruaj në Krishtin Jezus. Do të mbaj tek burimi i jetës. Atëherë kur vin dyshimet dhe vin shqetësimet dhe ti zgjedh të largohesh, mos u largo. Sille barrën tënde tek Perëndia, foli Zotit tënd për ato që ndjen dhe po kalon. Bë bisedë me të, kjo është lutja. Hapi zemrën atij në lutje. Dhe ai thotë se do të dërgoj paqen e tij. Dhe Perëndia e thot, Krishti e thot, unë do t'ju lë paqen time, jo paqe që bën bota, jo paqe që mendon bota, është një tjetër lloj paqe. Këtu thot, ja kalon çdo lloj zgjuarsie, çdo lloj mendje, nuk e kishte menduar dot njeri se kjo lloj paqe mund të vinë në jetën e dikujt e të sjell shërim. Edhe të jetë e duhur atëherë kur ti dhe unë nuk jam mirë. Analizoje veten tënde. Shiko, ktheju vetes tënde. Flet fjala e Perëndis. Analizoni veten tuaj, thotë se mos qëndroni në këmbë, keni rënë. Analizoni veten tuaj, shiko mënyrën, shiko pse je këtu ku je, pse nuk je mirë. Foli Zotit, të ndihmoj të tregoj dhe shiko çfarë ka ndodhur në jetën tënde dhe përsëri je i sinqert. Atëherë kur Perëndia të tregon. Këtë që do të them tani e kam plotësisht nga përvojë personale dhe nga ato që nga jeta ime këtu në tokë kam parë. Mos e ngarko veten me detyra, me punë, me aktivitete, me angazhime, që të harrosh se nuk je mirë. Ju ka ndodhur? Nuk dua asnjë përgjigje. Dua thjesht të mendoni, kam frikën, kam merakun, se ndonjëherë kur nuk ndihemi mirë, kur ndihemi keq, përpiqemi të bëjmë shumë gjëra që të mos rrim të mendojmë se kjo që po na ndodh është çike vështirë. Marrim pjesë në aktivitete, bëjmë punë, më ka ndodhur me një personin tim, familjar, kishte humbur burrin e saj, kjo grua, dhe duke parë mungesën e saj nga familja, i thash të lutem, ke 2 fëmijë tani. Mos puno kaq shumë. Duhet domethënë punën tënde ta llogarisësh në mënyrë të tillë që të mund të shikojnë dhe ata. Dhe përgjigja nuk ishte po jam vetëm dhe duhet i ushqej, përgjigja ishte dua të punoj që të harroj atë që më ka ndodhur. Dhe kam frikë se mos kjo bëhet shpeshherë të punoj, të angazhohem që të ndihem më mirë. Ilaçi është Zoti. Do duhet të iki barra nga kurrizi, jo të harrohet, jo të mendojmë se gjithçka shkon në rregull nëse punojmë. Edhe diçka akoma që përsëri psalmisti e shpall, por unë
gjithçka do ndodh përreth meje, të tjerë do të bien në humner, Zoti do të heqë dorë nga ata që nuk e duan Perëndin dhe që i largohen Zotit, janë të pabes, por unë thot do kem besim tek ti. Dhe nëse doni vëllezërit e mi dhe motrat e mia, kur flasim sot për besim tek ti, flasim për embistosini. Flasim besohem tek ti, lëshohem tek ti. Sepse nuk bëhet fjalë për besimin që lëviz malet, për besimin e lutjeve dhe për besimin e përgjigjeve, bëhet fjalë për besimin e atij që vendos ti besohet Zotit, atëherë kur nuk është mirë. Shikoni, kënduam një këngë sot, ja kërkova Blerimit, sepse gjithmonë memoria ime nuk më ndihmon. Bekuar qoftë emri yt, thot, në një vend mbushur me bollëk, edhe kur përrejt rrjedhin si lumenj, unë emrin tënd bekoj. Por thot, bekuar qoftë emri yt kur e gjej veten në shkretë të tir. Kur unë eci në një vend të shkret, përsëri emrin tënd bekoj. Bekuar qoftë emri yt edhe kur dielli ndriçon dhe kur gjithçka ecën mirë në jetë. Atëherë unë bekoj emrin tënd, por e bekoj emrin tënd edhe kur vuajtjet më shoqërojnë, edhe pse më kushton kur jap, përsëri emrin tënd bekoj. A e kënduam këtë këngë? Kjo këngë i takon pikërisht, më duket se është e frymëzuar nga Habakuku, kur thot, ndonse fiku nuk do të lulëzoj dhe nuk do të ketë asnjë frytë të hardhit. Ndonse mundi i ulliri do të jetë zhgënjyes dhe arrat nuk do të japin më ushqim. Ndonse kopet do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketë më qe në stalla. Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe do të gëzohem te Perëndia e shpëtimit tim. Zoti, Perëndia, është forca ime. Ai do të bëj këmbët e mia si ato të drerit dhe do të më bëj të eci mbi lartësitë e mia. Amin. Këtë thot fjala e Zotit. Atëherë kur në zemrën tënde ti duhet marrësh vendime, sot nuk jam mirë. Atëherë Perëndia na merr përdore edhe për një herë akoma. Atëherë Perëndia na merr përdore dhe na tregon dhe na flet. Faleminderit motër. Më falni, Se atëherë kur frikat, dyshimet, pikpyetjet, atëherë kur errësira mblidhet në kokë, atëherë kur gjërat nuk shkojnë ashtu si doje, atëherë kur je fajtor dhe gjithçka që i ka krijuar, gjithçka e krijuar përreth teje, jetin e epiqendër dhe arsyeja, atëherë merr vendimin. Ti kesh besim Zotit. Ti lëshohesh në duar Perëndis. Atëherë qëndro përpara Perëndis dhe hidh barrën tënde tek Zoti. Ju ftoj sot të bëjmë atë që na theriti psalmisti të bëjmë. Gjithkush që ndihet në një situatë të tillë, e janë të ndjekim atë që Perëndia na thot. Vëllezër, motra, ka këtu njerëz që nuk ndihen kështu. Lutuni për ata që kalojnë vështirë. Lutuni për ata që kuptoni se nuk janë mirë. Lutuni për ata që e shikoni se vështirësohen në këtë moment në jetën e tyre. Lutja juaj do t'i bëj ata të ngrihen në këmbë. Do të lëviz të djathën e Perëndis mbi ta. Amin. Amin. Le të lutemi dhe të kërkojmë nga Perëndia bekimin e tij edhe një herë akoma. Zot, jeta këtu në tokë Perëndi dashur i kalon këto shtigje shpeshherë, ndoshta për fajin ton, ndoshta për dobësinë e të kuptuarit dhe për vigjilencën tonë frymore, por Zot, kur nuk jam mirë, dua të vi tek ty. Më ndihmo ta bëj këtë, Zot. E lutem për çdo vëlla dhe motër Perëndi dashur që nëse fryma sot foli në këtë mënyrë, të lutem Zot, të gjejmë ty, Zot, të kërkojmë ty, Zot, atëherë kur nuk mund të shohim qartë dhe kur këmbët, Zoti dashur, nuk vinë me gëzim tek ty, sepse ndihemi fajtor, sepse situata është e vështirë, Zoti dashur, na ndihmo t'i largojmë mëkatit. Mëkati, Zot, do të na ndaj për ty, prej teje, Zot. Do të na ndaj, Zoti dashur, nga prezenca jote. Ky është qëllimi i mëkatit, ky është qëllimi i djallit. Por edhe nëse ka situata të tjera, kushtet që na rrethojnë, ngjarje që na ndodhen në jetë, vështirësi, Zoti dashur, që si kuptojmë dot,
shtrëngime, Zot, që nuk jemi në gjendje as të kuptojmë nëse ti i lejon apo djalli po na sulmon, nuk jemi në gjendje. Atëherë Zot vim përpara teje, Zot, dhe të lëm ty të na flasësh, të lëm ty të na drejtosh, të na udhëheqësh. Zot, vërtet faleminderit se më fole dhe lutem Zot ta dëgjoj zërin tënd. Lutem Zot të sjell barrat e mia tek ty. Në emër të Krishtit Perëndi. Amen. Zoti na bekojë të gjithëve.